Në prag të 7 marsit, festës së mësuesit, kreu i qarkut Shkodër Edmond Tëndou zgjodhi të dhurojë 100 botime të këtij institucioni për zyrën vendore të arsimit. Këto botime, që pasqyrojnë vlerat kulturore dhe turistike të qarkut, do të pasurojnë fondin e bibliotekës dhe do të jenë në shërbim të shkollave të Shkodrës. Mes tyre spikasin tituj si Guida turistike e qarkut Shkodër, Tinguj folklorik të qarkut dhe Shkodra vlera tingëlluese. Botime që synojnë të ndihmojnë nxënësit të njohin më mirë historinë, traditat dhe pasuritë e rajonit të tyre. Kemi vendosur të dhurojmë disa libra, rreth 100 kopje, në shenjë simbolike për me një vlerë të veçantë. Dhe me këtë gjest simbolik duhet të tregojmë edhe një herë si Këshill Qarku mbështetjen ndaj institucionit që përfaqëson ju, ku gjej rastin t'ju falenderoj me zemër për gatishmërinë, për bashkëpunimin, për drejtimin me profesionalizëm të ZVA Shkodër. Kryetari i qarkut Tëndou dhe drejtori i zyrës vendore të arsimit Brisela Kadia diskutuan gjithashtu mbi fushat e bashkëpunimit ndërinstitucional me synimin për të forcuar lidhjen mes arsimit dhe promovimit të vlerave kulturore të qarkut. Shumë simbolike, por me shumë vlerë për gjitha institucionet arsimore, cilat do të jenë pjesë e bibliotekave të shkollave, si dhe pjesë e kurrikulave. Kurrikula jonë ka hapësinë për me bë orë ekstrakurrikulare. Dhe ku ka më bukur që në këtë orë njohim vlerat e qytetit, qoftë ato etnografike, qoftë gjeografike. Dhurimi erdhi si një kontribut konkret për të mbështetur arsimin dhe për të afruar më shumë nxënësit me historinë, kulturën dhe traditat e qarkut të Shkodrës. Përmes këtyre botimeve synohet që shkollat të kenë më shumë materiale studimore mbi vlerat e zonës, duke nxitur te të rinjt njohjen dhe vlerësimin e trashëgimisë lokale.